duhet me i nalë këto gjana, për arsye se është bo një polarizim qaq i madh i shoqënisë, ky polarizim, kjo gjuhë fyse ka me na pru neve deri te një luftë civile, e na nuk e meritojmë. Po m'duket shtetet tjera të cilat... Luftë civile tamam, që pak është... Kushtojmë shtetet tjera, sikur Serbia, investojnë me miliona, me miliarda nështë nuk po e them, për me ardhë deri te një kacafytje në mes shqiptarëve këtu. Nuk e kem të nevojshëm. Po bëhet garë politike, për fat të keq nuk kemi nuk kanë gjetë partitë politike dhe akterët politikë të cilët janë për momentin, nuk kanë gjetë gjuhë të përbashkët, asnjëna palë nuk don me lëshu pe. Kështu që kemi ardhë përsëri shkojmë zgjedhje. Apo kemi qef? Nuk po kemi qef absolutisht. Si qytetari i Republikës Kosovës, nuk kam qef. Hargjohen, do më thonë, miliona për këto zgjedhje. Zgjedhje, më falni, edhe nuk shkojmë për para. Por dhuna në asnjë aspekt nuk është zgjedhje. Për çfarë?